Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekja e njohur do ju befasoj. Nga sonte pini një lugë vaj ulliri esëll dhe shikoni çfarë ndodh. Njerëzit që konsumojnë një regjim ushqimor mesdhetar vuajnë më pak nga sëmundjet kardiovaskulare. Ekspertët besojnë se çelësi i suksesit të këtij regjimi ushqimor është pikërisht vaji i ullirit. Ky vaj përmban fenole të cilat janë tepër efikase në ullimin e gjakut dhe parandalimin e mpiksjes së tij. Bllokimi i enëve të gjakut konsiderohet një faktor i lartë rreziku për atakun në zemër dhe ishemin. Fenolit të vaji i ullirit luan një rol të mirë antioksidues dhe ulë rrezikun e sëmundjeve kronike. Por cilat janë përfitimet kryesore të vajit të ullirit në shëndetin tuaj? Studime shkencore mbi këtë çështje tregojnë se vaji i ullirit ka aftësinë të përmirësojë tensionin e gjakut dhe nivelin e lipideve, të parandalojë diabetin e tipit 2 dhe të mbajë nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak të diabetikët, të ulë rrezikun e mpiksjes së gjakut që shkakton atak të papritur në zemër, të ulë rrezikun e sëmundjeve të rënda. Vaji i ullirit një zgjidhje shumë e zgjuar dhe e shëndetshme për organizmin tuaj. Vaji i ullirit është gjithashtu një zgjidhje e shëndetshme në konsumin e tij të përditshëm. Vaji i ullirit përbëhet kryesisht nga yndyrë amona të pangopura e të shëndetshme. Ky profil është i dobishëm për uljen e niveleve të kolesterolit. Kësaj ju mund të përdorni vajin e ullirit për të zhvendësuar ushqime si gjalpi ose yndyrna të tjera. Sipas të dhënave, vaji ekstra i virgjër i ullirit përmban rreth 230 përbërës bioaktiv tepër të rëndësishëm për organizmin. Këtu përfshihen antioksidantët, vitaminën E dhe polifenolet. Dhe gjithashtu pasurimi i dietës suaj me këtë produkt do t'i ofrojë shëndetit element të veçantë ushqyes. Vaji i ullirit nuk përdoret vetëm në kuzhinë, por edhe në mjeksi, në farmaceutik ose në higjienën personale. Ajo çka e bën vajin e ullirit një super ushqim është edhe niveli i yndyrnave mono të pangopura, sidomos acidi oleik dhe antioksidantëve të ndryshëm. Për shkak të përfitimeve të shumta që i sjell shëndetit, vaji i ullirit është i quajtur ndryshe, mrekullia mesdhetare. Nëse do të konsumoni një lugë çaji vaji i ullirit çdo mëngjes, ju do të parandaloni këto komplikacione. Sëmundjet e demantinës. Një nga shkaqet e sëmundjeve të Alzheimerit është rritja e akumulimit të aminoacideve në trup. Një grup ekspertësh nga Universiteti i Luizianës kanë zbuluar se përbërjet fenolike të quajtur oleokantal që gjenden te vaji i ullirit kanë në fuqi në të kontrollojnë nivelin e këtyre aminoacideve si dhe t'i spastrojë ato. Parandalon problemin e radikaleve të lira. Vetitë e vajit të ullirit ekstra të virgjër janë të mira në luftën kundër llojeve të ndryshme të radikaleve të lira, kryesisht ato të gjirit dhe problemeve të tretjes. Ndihmon në përmirësimin e luhatjeve të sheqerit në gjak. Konsumi i vajit të ullirit ekstra të pastër nga personat që vuajnë nga diabeti tipi 2 i ndihmon ata në uljen e niveleve të sheqerit në gjak, si dhe ndihmon në rregullimin e tensionit të gjakut. Përfitimet janë të shumëllojta nga vlerat e vajit të ullirit. Ai do të forcojë sistemin imunitar, falë antioksidantëve që mban edhe sistemin imunitar të mbrojtur nga infeksionet. Mbron zemrën. Vaji i ullirit ndihmon në balancimin e niveleve të kolesterolit, ndihmon për të rënë nga pesha. Vaji i ullirit një ndihmon të ndiqni sasinë e dhjamit të tepër sigurisht i kombinuar me dieta të mira dhe me ushtrime. Rreth 30 deri në 40 ml vaj ullirit çdo ditë, ju do të keni përfitime të panumërta për shëndetin tuaj. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt, pirja e tij do ju lejojë që të merrni përfitime maksimale. Njihet për efektet pozitive në zemër dhe për mrekullinë që bën në trup, që shkojnë përtej kësaj. Sipas Brightside, duhet të konsumoni çdo ditë një lugë vaj ulliri për këto arsye. Përmirëson shëndetin e lëkurës. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike, redukton skuqjen e intjen dhe ngadalëson shfaqjen e rrullave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një disinfektues neutral. Ai ndihmon për të rënë nga pesha. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vajin e ullirit ka efekte pozitive në shëndetin e trupit.
Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi i vajit të ullirit i ndihmoi ata në humbjen e peshës. Vaji i ullirit është një ndihmë shumë e mirë për shëndetin e trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Përmirëson shëndetin e kockave. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Pasurimi i dietës suaj me këtë produkt do të ndikojë gjithashtu pozitivisht edhe për shëndetin tuaj. Është e rëndësishme që her pas here në dietën tuaj të shtoni produkte siç është edhe vaji i ullirit si një ndihmë shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë gjithashtu edhe një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyra. Vaji i ullirit do të përmirësojë shëndetin tuaj të nyjeve dhe do të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit tuaj. Përbërjet që gjenden te vaji i ullirit ekstra i pastër përmirësojnë dhimbjet e kyçeve dhe ngurtësimet të mëngjesit që shkaktohen kryesisht edhe nga problemet e artritit. Është e rëndësishme që të pasuroni vazhdimisht dietën tuaj me këtë produkt. Vaji i ullirit do të zvogëlojë gjithashtu edhe problemin tuaj të inflamacioneve. Kështu mund të merrni efektet e tyre pozitive në dobi të organizmit tuaj dhe jo vetëm. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit dhe me acide yndyrore omega 3 do të zvogëlojë inflamacionet e trupit. Nga ana tjetër parandalon ose shëron gjendje të ndryshme të lëkurës të shkaktuar nga inflamacioni. Përmirëson shëndetin e zorrve. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë ulcer. Vaji i ullirit është të provuar se lufton bakteri dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë mund të shkatërrojnë baktere të dëmshme në më pak se 14 ditë. Kështu pasurimi i dietës suaj me këtë produkt do të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë në dobi të shëndetit tuaj. Ai përmban përbërës fenolik si trisol dhe idotrisol. Vaji i ullirit lidhet me numrin më të ulët të humbjes së jetës nga sëmundjet kardiovaskulare në vendet që e konsumojnë vajin e ullirit, krahasuar me ato që nuk e përdorin. Studiuesit kanë zbuluar se vaji i ullirit e mbron trupin ndaj zhvillimit të qelizave të dëmshme. Ato kanë arritur në përfundimin se vaji i ullirit ul aktivitetin e P21 ras, një onkogjeni që parandalon dëmtimin e ADN-s. Studimet tregojnë se, ndryshe nga vaji i mistrit, i cili rrit agresivitetin e problemeve, vaji i ullirit kishte efekte krejt të kundërta, duke pasur ndikime më të larta sidomos te problemet e gjirit. Një nga përbërësit e vajit të ullirit është oleokantal, një lloj fenoli natyral që mendohet se nxjerr jashtë proteinën abnormale të Alzheimerit nga truri. Për të mbështetur këtë informacion, studiuesit kanë shpjeguar se sëmundja e Alzheimerit është më e vogël në vendet e mesdheut ku konsumi i vajit të ullirit është më i lartë në botë. Do të keni një organizëm të fuqishëm dhe plot me energji. Të mirat e vajit të ullirit në aparatin tretës janë zbuluar fillimisht pas studimeve që bëjnë edhe një lidhje mes ushqyerjes dhe radikaleve të lira. Studime të shumta kanë treguar për nivele të ulta të problemeve të aparatit tretës, përfshirë stomakun dhe zorrën e trashëm. Kjo më së shumti atribuohet polifenoleve të vajit dhe antioksidantëve të tij antiinflamator. Vaji i ullirit është i pasur me acid oleik dhe tristol, që ndikon në shmangjen e problematikave të pankreatitit akut, që është inflamacioni menjëhershëm i pankreasit. Ndaj edhe nisja e ditës me konsumin e një luge të vetme me vaj ulliri është veprimi ideal që fuqizon organizmin për t'i dhënë energji për gjatë gjithë ditës. Siguroni të konsumoni vaj ulliri çdo ditë dhe kujdesuni që ta keni pjesë të dietave tuaja, kryesisht më mirë përdorni vajin ekstra të virgjër të ullirit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.